Te trajnimi do flasim për traumat, të shërojmë traumat, bllokimet emocionale, ato plagët emocionale dhe ato shenjat që janë lënë te fëmia yti brendshëm. Do punojmë me mendimet negative dhe bindjet negative. Çfarë mendime negative vinë në mendjen tënde momentin që ti përjeton këtë X situatë? Do lirojmë të gjitha ato bindje, mendime, ngjecje, programime, cikël i caktuar, sjellje, pra zakon, energji, gjithçka që nuk korrespondon me misionin tënd shpirtëror. Ky trajnim ka të bëjë me vetbesimin, me rritjen personale, me rritjen profesionale, ka të bëjë me aktivizimin e potencialit maksimal njerëzor, ka të bëjë tjetër me biznes, me karrierë, me financa dhe jo vetëm me biznes, por dhe personat të cilët kanë dëshirë që punojnë diku ose të ndryshojnë vendin e punës. Prindërimi do jap këshilla specifikisht për secilin person. Pasi bëhet seanca, unë mbaj shënim të gjitha ato pikat kyçe, të cilat unë e shikoj që duhet të punojmë konkretisht, sepse trajnimi është i njëjtë për të gjithë, po puna individuale që unë bëj me secilin në privat, individualisht është ndryshe. Metodat dhe teknikat janë ndryshe, përveç se çfarë unë jap për të gjithë bashkë, individualisht me secilin punoj në mënyrë të veçantë që duhet të përshtatet me nevojat që ai ka për ta ndryshuar dhe për ta përmirësuar veten. Në fund, pastaj te seanca e fundit është avancimi shpirtëror, që të përpiqemi të lidhemi pak më shumë me intuitën edhe ta kuptojmë pak se kush jemi, përtej këtij trupi fizik.